ditët e fundit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në deklaratat e tij ka theksuar vëmendjen e qeverisë për të bërë ndryshime në skemën e pensioneve, por njëkohësisht edhe në sistemin në tërësi. Cilat janë problematika që ka sot sistemi i pensioneve dhe njëkohësisht cilat janë zgjidhjet e mundshme. Të nderuar miq, në episodin e sotëm Takimet e Utën do të analizojmë 3 nga problemet më të rëndësishme që ka sot sistemi i pensioneve në Shqipëri, por njëkohësisht do të ofrojmë edhe analizën se ku dëmtojnë këto probleme dhe njëkohësisht do të ofrojmë edhe zgjidhjet se si mund të zgjidhen këto probleme. Unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nunaj Kortoçi, të ndiqni të plot këtë episod, pasi do të ofrojmë zgjidhje shumë reale, shumë praktike, të cilat janë vërtet në ndihmë të qytetarit. Lini pyetje dhe komente tuaja dhe unë do t'ju përgjigjem në momentin më të parë. Të nderuar miq, në episodin e sotëm do të trajtojmë 3 nga problemet më të rëndësishme që ka sot sistemi i pensioneve. Do të flasim për periudhën e kujdestarisë. A njihet kjo periudhë si periudhë sigurimi? Njëkohësisht do të flasim për vitet kontributive që kryejnë ose realizojnë qytetarët që janë pensionistë, por vijojnë të jenë pjesë e tregut të punës dhe nëse këto vite u rilogariten si periudhë sigurimi në pensionin e tyre. Dhe nga ana tjetër do të analizojmë atë çka kryeministri Rama ka deklaruar për mbështetjen e qytetarëve të punësuar përmes një pensioni të dytë, që nuk kuptohet një kontribut shtesë që do ofrojë qytetari i punësuar, të njëjtën vlerë e ofron edhe qeveria. Të nderuar miq, shumë qytetarë, të cilët sot mund të jenë në moshën e pensionit dhe e gëzojnë një pension, por nga ana tjetër ka dhe qytetarë të cilët nuk e kanë mbushur moshën e pensionit, por vijojnë të jenë ende pjesë apo jo e tregut të punës, kanë problematika të ndryshme për sa i përket periudhave kontributive. Dhe ne sot do të trajtojmë ato periudhë që njihet nga ligji si periudhë kujdestarie. Periudha e kujdestarisë i njihet një prind kundrejt fëmijës së tij, por mund të njihet edhe një familjari kundrejt një familjari tjetër që mund të jetë motër, vëlla, prind apo edhe dikush tjetër. Aktualisht, ligji në Shqipëri periudhën e kujdestarisë nuk e njeh si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Kjo do thotë që të gjithë ata qytetarë që kanë pasur një periudhë kujdestarie të njohur nga ligji kur ata kanë dalë në pension, kjo periudhë në këtë rast ka qenë një periudhë e panjohur, pra një periudhë që nuk njihet si periudhë sigurimi, që do thotë nuk është njohur si një vit pune që ata kishin një pension edhe më të lartë në vlerë, por njëkohësisht me një numër më të madh vitesh pune. Nga ana tjetër, kemi qytetarë që sot e përfitojnë periudhën e kujdestarisë, por nuk përfitojnë ende këtë periudhë kujdestarie si periudhë sigurimi. Flasim për ata qytetarë të cilët duke përfituar periudhën e kujdestarisë nuk kanë mundësi as fizike të asnjë kategori tjetër të jenë pjesë e tregut punës, që do thotë të punojnë fizikisht, kontribuojnë në një kompani, në një ndërmarrje, në një institucion publik apo jo. Por nga ana tjetër këta qytetarë kontribuojnë dhe punojnë shumë brenda familjes tyre kundrejt fëmijës, prindit apo të afërmit të tyre për të cilën ata kanë marrë kujdestari. Dhe kjo në këtë rast për vetë faktin që izolon në marrëdhënien e tyre, pra janë shumë më të kufizuar në marrëdhënie me shoqërinë, por nga ana tjetër krijon në këtë rast edhe problematikën për nesër në momentin kur dalin pension, sepse duke qenë se ata janë kujdestar dhe fëmijës apo familjarët të tyre, ata nuk punojnë, nuk kontribuojnë fizikisht, që do thotë nuk dertin kontribute dhe nesër të kenë një pension më të lartë. Në të tilla raste, një shtet i cili synon të jetë një shtet social dhe që synon të ndihmojë qytetarin, do të duhet që të gjithë individëve që kanë një njohje ligjore për periudhë kujdestarie të njihet edhe si periudhë kontributive ose si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Në këtë mënyrë,
neve u kemi dhënë dhe u japim këtyre njerëzve dinjitet. Ju japim mbrojtje sociale dhe ju japim mbështetje kur ata nesër të dalin në pension. Pra, izolimi i tyre nga tregu i punës, jo për kërkesë të tyre në këtë rast, ose jo për mungesë dëshire të tyre, por për shkak të kushteve familjet e tyre, neve në këtë rast si shoqëri dhe institucionet publike do të duhet t'i mbështetin. Këtu në analizë ne dhe e theksojmë dhe e ndajmë analiza. Periudha e sigurimit, e cila që të njihet për efekt pensioni, shtroj çështja, kur do filloj të njihet? Do filloj të njihet që nga momenti kur këta individ kanë përfituar periudhën e kujdestarisë, apo në këtë rast do të njihet nga momenti kur të miratohet dhe të hyjë në fuqi ligji. Dhe këtu në këtë rast bëjmë një parantezë. Shumë qytetarë të cilët përfitojnë sot periudhë kujdestarie, ose e thënë shumë thjesht përfitojnë kujdestarinë ndaj një fëmijës apo ndaj të afërmit të tyre apo familjarit të tyre, ata mund të kenë ndoshta edhe 20 vite, ndoshta edhe më tepër, që e përfitojnë këtë kujdestari. Dhe nëse shteti ose ligji do të miratohet që periudha e kujdestarisë të njihet nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit, do thotë që këtyre qytetarëve u ke hequr të drejtën e viteve të tëra kujdestarie. Dhe nga ana tjetër, ti këta qytetar i ke penalizuar. Ndaj në këtë rast ligji do të duhet të njohë kujdestarin që nga dita, të njohë periudhën e sigurimit, pra kujdestarin si periudhë sigurimi, që nga dita që është përfituar kujdestaria dhe jo nga dita kur hyn në fuqi ligji, pasi kujdestaria është përfituar edhe më parë. Në këtë rast shumë nga ju mund bëjnë analizën që ky ligj do ketë veprim prapa veprues, pra në këtë rast do ketë njohje më të hershme, absolutisht po. Pasi është një korrigjim që u bëhet, sepse që në momentin e parë që kemi pasur kujdestari, automatikisht duhet të kishte një bazë ligjore që ti mbështette, ti mbronte dhe ti ndihmonte këta individ të cilët nuk kishin pjesë e tregut punës, por punonin dhe punojnë në mënyrë të vazhdueshme për gjatë 24 orëve dhe për gjatë 7 ditëve të javës. Ndaj, kjo është një shtresë e shoqërisë e cila do ndihmuar, do mbështetur dhe kujdestaria duhet të njihet si periudhë sigurimi që nga dita e parë që është përfituar kjo kujdestari. Çështja e dytë në këtë rast se trajtohet në këtë rast është koha deri kur. Nëse një prind ka përfituar kujdestarin ndaj fëmijës së vet, do të njihet kjo kujdestari për gjatë gjithë kohës, apo deri fëmia të mbush një moshë, për shembull 18 vjeç, 25 vjeç ose një moshë tjetër. Në të tilla raste ligji nuk duhet të ketë një kufizim moshe, pasi nëse vendos një kufizim, do thotë që ti sërish e ke cënuar këta individ. Për sa kohë kujdestaria vijon, nuk ka asnjë arsye logjike që ligji ta kufizojë ata. Ndaj në këtë rast kujdestaria për të gjitha rastet që ajo është e përfituar, si në rastin e fëmijëve të cilët kanë pasur ose kanë pamundësi dhe kanë nevojë për një prind për të qenë kujdestar të tyre. Pra, për të gjithë kujdestarët, pavarësisht nëse është një prind ndaj fëmijës, pavarësisht në këtë rast që mund të jetë fëmia ndaj prindit ose qytetarë të tjerë ndaj të afërmve të tyre, duhet të njohet si periudhë kujdestaria si periudhë sigurimi nga data kur është përfituar kujdestaria dhe deri kur individi kujdestar mbush moshën e përcaktuar me ligj për të dalë në pension. Pra nuk duhet të ketë as edhe një kufizim në këtë rast, nëse ne duam vërtet t'i ndihmojmë, t'u ofrojmë dhe t'u japim këtyre njerëzve dinjitet. Dhe ligji në këtë rast duhet të jetë totalisht në mbrojtje të tyre. Dhe kjo periudhë kujdestarie nga dita e parë e përfitimit, pavarësisht nëse përfitimi ka ndodhur gjatë hyrjes në fuqi të ligjit, para hyrjes në fuqi të ligjit apo pas hyrjes në fuqi të ligjit, kjo periudhë duhet njohur nga dita e parë që qytetari, kujdestar e ka përfituar të drejtën e kujdestarisë dhe njëkohësisht duhet zgjasi deri në moshën ku qytetari kujdestar mbush moshën ligjore për të dalë në pension. Çështja e dytë që do të trajtojmë në episodin e sotëm të nderuar miq lidhet me qytetarët pensionistë të cilët vijojnë
të jenë pjesë e tregut punës. Dhe këtu në këtë rast të bëj një parantezë duke shpjeguar se çfarë thot ligji sot. Të gjithë qytetarët shqiptar që gëzojnë një pension, por kanë vendosur për arsye të ndryshme të jenë dhe të vijojnë të jenë pjesë e tregut të punës, do thotë që të vijojnë të punojnë në sektorin privat, atëre ata kanë detyrim që kur marrin pagën të derdhin edhe kontributet për sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore, por edhe kontributet për tatimin mbi të ardhurat e tyre. Ndërsa qytetarët të cilët gëzojnë një pension, por kanë një punë ose një shërbim në institucione publike, ata në këtë rast marrin vetëm një të ardhur, pra ose nga puna ose nga pensioni dhe jo dy të ardhura. Ne në këtë rast po analizojmë atë të ardhur që marrin qytetarët pensionistë të cilët punojnë në sektorin privat. Sipas të dhënave të institucioneve publike, në këtë rast janë rreth 20.000 qytetarë shqiptar, të cilët vijojnë të jenë pjesë aktive e tregut të punës, edhe pse janë përfitues të një pensioni, që nuk kuptohet, brenda një muaji këta qytetarë marrin një të ardhur nga pensioni i tyre për vitet kontributive dhe kontributet që kanë derdhur, dhe nga ana tjetër marrin edhe një pagë ose një rrogë ose një të ardhur nga puna e tyre. Në këtë të ardhur u përllogaritet një zbritje nga tatimi mbi të ardhurat, kontributet për sigurime shoqërore edhe kontributet për sigurime shëndetësore. Por çfarë ndodh? Këta qytetarë derdhin të njëjtën vlerë kontributet për sigurime shoqërore si dhe qytetarët e tjerë që janë të punësuar normalisht, pra nuk janë pensionistë, por në fund, kur ata dalin përfundimisht nga tregu i punës, këto vite pune që ata kanë derdhur kontribute, që në bazë të ligjit njihen si vite kontributive, nuk u njihen si periudhë sigurimi. Dhe nga ana tjetër, të gjitha këto vlera kontributive që ata e kanë derdhur, nuk janë vlera të cilat u ndryshon nesër pensionin e tyre. Pasi ne vedim, për llogaritja e një pensioni lidhet drejt për drejt nga numri i viteve kontributive dhe nga vlera e kontributit të derdhur në vite. Që nuk kupton, këta individ kanë punuar, por nuk janë përfitues. Dhe këtu në këtë rast kemi një cënim të drejt për drejt të parimit kontribues përfitues. Pra kur kontribon, duhet përfitosh. Dhe ligji në këtë rast ka dy mundësi që ta rregulloj këtë problematik dhe këtë padrejtësi që u bëhet qytetarëve pensionistë. Së pari në këtë rast ne duhet të jemi shumë mirënjohës dhe shumë falendërues se ata vijojnë të jenë tregun e punës, të japin kontributin e tyre, përvojën e tyre dhe gjithçka dije që ata dinë për ta vënë sërish në shërbim të shoqërisë. Dhe ne në këtë rast nuk duhet të cënojmë dinjitetin dhe të drejtën e tyre. Dhe si mund t'jenë ose si mund të rregullohet ky problematik, janë dy forma. E para është njohja e periudhës së sigurimit, njohja e kontributeve të derdhura, që do të thotë në momentin kur qytetari të vendosi të dali nga tregu i punës, pra të dali përfundimisht dhe mos tjetë më pjesë e tregut punës, do thotë që Instituti i Sigurimeve Shoqërore duhet ta rillogarisë edhe një herë pensionin. Vitet kontributive gjatë periudhës së pensionit tu njihen si periudhë e sigurimi dhe vlera e kontributit të derdhur tu njihet si vlerë për një rillogaritje e pensionit. Në këtë mënyrë ne jemi të drejtë me këta individ. Jemi njëkohësisht edhe shumë korrekt me ligjin, pasi çdo kontribut njihet si përfitim. Nga ana tjetër mund të ketë edhe një formë B, që do thotë në këtë rast ta qytetarë të mos derdhin kontribute për sigurimet shoqërore, po derdhin vetëm tatim mbi të ardhurat dhe kontributet për sigurime shëndetësore, por sërish do kemi një cënim të pjesshëm të parimit, pasi periudhën e kontributit nuk e njohim si periudhë sigurimi. Dhe këtu në këtë rast mund të sjell një shembull shumë të thjeshtë. Kemi qytetarë të cilët kërkojnë të dalin sot në pension. Për të dalë në vitin 2026 në pension, për të përfituar një pension të plot, numri i viteve minimale është 39 vite kontributive, si për burrat edhe për gratë. Nëse një qytetar ka 38 vite kontributive, ai del me një pension të pjesshëm. Nga ana tjetër, nëse ky qytetar vendos të jetë pjesë e tregut të punës, sistemi nuk i ofron asnjë bonus, asnjë kompensim, asnjë shpërblim që ai në këtë rast vijon t'i kontribuojë shoqërisë. Përkundrazi i mban nga të ardhurat e tij kontributet për sigurime shoqërore dhe nuk i kthen në përfitim këto kontribute që ai ka derdhur. Dhe në këtë rast qytetari do duhet që
pasi ai të dalë përfundimisht nga tregu i punës, duhet që Instituti i Sigurimeve Shoqërore, këtij qytetari në këtë rast që ishte me pension të pjesshëm, t'ia njohi këtë periudhë sigurimi, këtë periudhë kontributive gjatë viteve të tij, dhe për shembull nëse themi që ky qytetari ka punuar për shembull 3 vite pune, do thotë në këtë rast nga 39 vite, atij i shtohen 3 vite dhe ai bëhet një qytetar me 42 vite kontributive dhe mund të klasifikohet dhe duhet të klasifikohet ai qytetar me pension të plotë. Nga ana tjetër, të gjitha derdhjet e kontributeve të tij në këto 3 vite duhet i bashkangjiten kontributeve të mëparshme dhe duhet ketë një llogaritje pensioni, që do thotë duhet ketë një pension më të lartë. Dhe në këtë rast qytetari jo vetëm përfiton një pension plot, por përfiton një pension më të lartë dhe nga ana tjetër, ky qytetar në këtë rast i respektohet puna, djersa dhe e drejta e tij. Dhe kjo do thotë në këtë rast të jemi shumë korrekt dhe njëkohësisht ti ofron ti qytetarit pikërisht dignitetin që i ka dhënë puna e tij dhe ligji i sistemi të mos ja cënoj ose të mos ja mohoj. Në rastin e dytë, në këtë rast, nëse qytetari nuk do derdhi, mund të jetë në këtë rast që të njihet periudha e punës së tij si periudhë sigurimi dhe t'i shtohet vetëm në numër, por mos ketë ndryshim për llogaritjet pensionit. Në tilla raste janë 2 forma të cilat mund të zgjidhen, por në të gjitha rastet, nëse zgjidhet që qytetari të vijojë të derdhi kontribute, këto kontribute duhet t'i njihen dhe të çojnë në një rillogaritje të pensionit të tij. Pasi aktualisht kemi edhe një element tjetër për qytetarët të cilët përfitojnë një pension por vijojnë të jenë pjesë e tregut punës, siç e theksuam, nuk përfitojnë asnjë bonus, siç mund kemi në rastin e qytetarëve të cilët zgjedhin të shtyjnë kohën e daljes në pension, pra të vijojnë të jenë pjesë e tregut punës, por jo si pensionist, por vetëm si punonjës. Dhe në këtë rast, ligji aktual i sigurimeve shoqërore, pra ligji numër 7703 i vitit 1993, që ka hyrë në fuqi në 1 tetor të 1993, i ofron këtyre individëve një bonus prej 0.6% të pensionit të tij, rritje për çdo muaj që ai vijon të jetë pjesë e tregut punës, por duke shtyr kohën e pensionit. Dhe në tilla raste, në këtë rast, siç ofron ligji mbështetje për këta individ, duhet ofrohet edhe për këta që janë kontribues, por që në të njëjtën kohë janë edhe përfitues pensionit. Pasi në këtë rast ligji duhet të jetë i drejtë. Parimi i ligjit është drejtësia sociale dhe njëkohësisht ruajtja e parimit, siç është kontribues, përfitues, por njëkohësisht dhe parimi të drejtës të përfituarit të kontributit që ti ke dhënë. Çështja e tretë ose problemi i tretë që do të trajtojmë lidhet me atë çka në deklaratë kryeministri e përcaktoi si një kontribut që shteti do t'i japi për punojësit, kur ai vendos të ketë një kontribut shtesë për pensionin, për të fituar një pension më të lartë ose qoftë edhe një pension të dytë, dhe shteti është ai i cili do kontribojë me të njëjtën sasi parash që kontribon edhe qytetari. Nëse për shembull qytetari do të kontribojë me 10 lekë, atëherë edhe shteti do të kontribojë me 10 lekë. Në tilla raste mund ta trajtojmë si një skemë të një pensioni shtesë. Nuk mund të vendosim akoma emrin në këtë sistem pensioni se ku mund përfshijë, sepse siç e theksuam, kemi të bëjmë një deklaratë dhe jo me një proces vendimarrje. Por ajo çka është e rëndësishme për të trajtuar është që kur shteti planifikon për të ndërhyrë, për të mbështetur punojësin, e drejta e kërkon që punojësi të ndihmohet pavarësisht nëse është një punonjës sektor publik dhe sektor privat, që nuk kuptohet. Nëse shteti merr vendimin përmes krijimit të një baze ligjore për të ndihmuar punojësit e tregut të punës që ata të rrisin të ardhurën e tyre për pensionese duke kontribuar sot dhe shteti kontribon me të njëjtën vlerë, ky mbështetje, ky kontribut dhe kjo mbështetje duhet të jetë për të gjithë fashën e punësuarve, pavarësisht nëse janë privat apo publik, pra që nuk kuptohet në këtë rast, duhet të jetë një ndihmë e njëjtë. Por këtu në këtë rast mund të shtrohet edhe një çështje që në këtë rast neve po e trajtojmë shtetin si një punëdhënës që ai kontribon për punojësit e tij. Dhe nga ana tjetër duhet të jetë privati ai i cili duhet të kontribojë. Në tilla raste
çështja trajtohet. Pra nëse neve e marrim rolin e shtetit si një shtet institucion, atëherë në këtë rast shteti trajton të gjithë njësoj. Nëse e marrim rolin e shtetit si një punëdhënës, atëherë shteti si punëdhënës mbështet punojësin e tij dhe ligji duhet të detyrojë privatin, pra punëdhënësin privat që të mbështesë punojësin e tij. Kjo do thotë që ti kemi një trajtim të barabartë të dy kategorive punojësve si në sektor publik edhe në sektor privat. Nëse shteti vendos të mbështesë punojësit si institucion, si shtet që mbështet punojësit, atëherë nuk duhet bëj dallim përmes kategorive. Por nëse shteti vendos të mbështesë punojësit si punëdhënës publik, atëherë ligji duhet të përcaktoj të njëjtin detyrim si për shtetin punëdhënës edhe për sektorin privat punëdhënës për punojësin e tij, në mënyrë që përfitues të një pensioni shtesë, pra një pagesë kontributi shtesë për të çuar nesër në përfitimin e një pensioni të shtesë, ta ketë pikërisht si punojësi privat edhe punojësi publik. Në këtë mënyrë do kemi një trajtim të barabartë mes të dy palëve. Është shumë e rëndësishme të nderuar miq që kur neve në këtë rast trajtojmë, gjithmonë duhet të trajtojmë në bazën të drejtës sociale dhe njëkohësisht të drejtës pa diferencuar dhe pa diskriminuar punojësit nëse ata janë në sektor të ndryshëm. Të nderuar miq, në pjesën e dytë në këndin e pyetje të episodit së sotëm, takimet e udhëton, do t'i përgjigjemi 3 pyetje. Pyetja e parë është: si mund t'u garantohet qytetarëve që kanë statusin e kujdestarit kundrejt një familjarit të tyre që periudha e kujdestarisë të mos u cënojë pensionin e tyre? Të nderuar miq, në ditët e sotme, ligji shqiptar nuk parashikon një mbështetje për të gjithë qytetarët që kanë statusin e kujdestarit kundrejt një familjarit të tyre në aspektin e periudhës së pensionit. Pasi aktualisht këta individ janë vetëm përfitues të një ndihme ekonomike si kujdestar, por periudha e tyre kujdestarisë nuk u njihet si periudhë sigurimi për efekt pensioni. Kjo gjë në këtë rast duhet të korrigjohet dhe nisma që kanë marrë qeveria ose deklaratat në këtë rast të drejtuesve politik që parashikojnë ta korrigjojnë këtë periudhë është një lajm i mirë, pasi ky korrigjim duhet të bëhet për të gjithë ata qytetarë që sot gëzojnë një status të kujdestarit në një familjarit të tyre, por edhe ata që do të jenë përfitues nesër të një statusi të tillë. Dhe ky korrigjim, për të qenë një korrigjim i duhur ligjor, do duhet në këtë rast që të njihet si periudhë kontributive, që nga data kur ky qytetar ka përfituar statusin e kujdestarit në familjarit të tij, deri në ditën që ai mbush moshën ligjore për të dalë në pension. Në këtë mënyrë, neve si shoqëri nuk kemi ofruar atyre jo vetëm ndihmë, mbështetje, por edhe dinjitet. Pyetja e dytë që të përgjigjemi është: a duhet që qytetarët që janë pensionistë por kontribojnë në tregun e punës duke qenë aktiv në tregun e punës dhe derdhin kontribute për sigurinë shoqërore, a duhet që këto kontribute të reja që ata derdhin për gjatë punës të njihen dhe njëkohësisht ata të përfitojnë nga këto kontribute? Të nderuar miq, ligji aktual parashikon në këtë rast që individët të cilët gëzojnë një pension por vijojnë të jenë pjesë aktive e tregut të punës, ata në këtë rast vijojnë të derdhin të njëjtën vlerë kontributi si çdo punonjës tjetër. Por, në këtë rast kufizimi i ligjit është se këta qytetarë nuk janë përfitues kur shkëputen përfundimisht nga tregu i punës, as për vitet e kontributeve që kanë derdhur dhe as për vlerat e kontributeve. Dhe në tillë raste, propozimet apo deklarimet qoftë të kryeministit Rama apo drejtuesve të tjerë të cilat e sjellin në vëmendje këtë problem për ta zgjidhur, do duhet të realizohen. Dhe këta qytetarë pensionistë të cilët derdhin kontribute, duhet që në periudhën kur ata ose në datën ose në kohën kur ata vendosen të dalin përfundimisht nga tregu i punës, duhet që kjo periudhë
pune me kontribute të njihet si periudhë kontributive dhe të bashkohet me periudhën e mëparshëm kontributive që ata aktualisht janë përfitues të pensionit, dhe nga ana tjetër të gjitha kontributet e derdhura prej tyre gjatë moshës së pensionit, kur ata kanë qenë pjesë aktive e trekut punës, duhet të njihen dhe të çojnë në një llogaritje të pensionit. Në këtë mënyrë, kur ata shkëputen përfundimisht, duhet të kenë një përllogaritë të re të pensionit ku merren në konsiderat edhe vlerat e kontributeve të derdha gjatë pensionit, por edhe periudha e kontributimit. Në këtë mënyrë, neve kemi mbrojtur parimin përfitues-kontribues, u kemi dhënë dinjitet këtyre individëve të cilët vijojnë të shërbejnë shoqërisë, vijojnë të jenë pjesë aktive, vijojnë të kontribojnë në tregun e punës. Dhe kjo është detyrim që duhet realizuar ndaj tyre. Dhe pyetja e tretë është: në deklaratën e tij, kryeministri Rama theksoi që për të gjithë ata punonjës që do të derdhin një kontribut shtesë për të pasur nesër një pension më të lartë, qeveria do t'i ndihmojë ose do të kontribuojë me të njëjtën vlerë. Dhe pyetja që shtrohet është: a është kjo mbështetje financiare për kontributet e qeverisë si një krijimi një shtylle të dytë për pensione private, pra për një pension të dytë privat nga ana e punonjësve? Të nderuar miq, aktualisht duke e marrë në konsiderat vetëm deklaratat e kryeministit Rama, por edhe të drejtuesve të lartë, pasi ende nuk kemi një bazë ligjore që të përcaktojë saktë si do jetë dhe si do funksionojë ky kontribut, mund të themi në këtë rast që nuk kemi të bëjmë me një vendosje të një kolone të dytë të një pensioni privat, i cili në këtë rast njihet i detyrueshëm, por në këtë rast, duke mbështetur vetëm i bazën e deklaratës, është më pranë kontributeve që klasifikohen te pensionet, në këtë rast private, vullnetare, ose mund të jetë ndoshta një skemë re që të klasifikojë si pensione publike sërish, por gjithmonë vullnetare. Pasi në deklaratën e në këtë rast mësuam që flitet për kontribute që e përcakton qytetari sa do derdhi, dhe shteti në këtë rast mbështet me të njëjtën vlerë. Pra, ende në këtë rast nuk e kemi këtë skemë, që mund të jetë një skemë re të zbardhur se si do të funksionojë, se si do të jetë, por në këtë rast ajo që ka është rëndësishme është që çdo mbështetje që jepet punonjësit duhet jetë për të gjitha kategoritë e punonjësve, që do thotë edhe për punonjësin publik, edhe për punonjësin privat. Në këtë nderuar miq, në këtë rast neve duhet kemi të qartë që për sa i përket funksionimit të sistemit pensioneve, në Shqipëri kemi dy kolona ose dy shtylla, që është pensioni publik i detyrueshëm, që janë të gjitha ato derdhjet që neve bëjmë si qytetarë te kontributet në këtë rast kur jemi të punësuar dhe marrim një pension publik. Pensionet në këtë rast në shtyllën e dytë janë pensionet që janë pensione private, vullnetare, që do të thotë se cili qytetar që vendos të ketë një marrëdhënie private me një nga 4 kompanitë që e ofrojnë pensionin privat, ose në këtë rast pensione vullnetare publike që lidhet me të gjithë ata qytetarë që derdhin një kontribut vullnetar pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pranë Fondit të Sigurimeve Shoqërore, dhe ata në këtë rast janë përfitues të një pensioni vullnetar. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë pikërisht me këto dy shtylla. Shtylla e dytë, që është shtylla e pensioneve private, është një shtyllë në këtë rast që do thotë kur bëhet e detyrueshme, që do thotë ndërtohet kjo kolonë e dytë, do thotë që qytetari ka detyrim të derdhë për një vlerë kontributi në pensionin privat për të përfituar një pension të dytë privat, por nga ana tjetër në këtë rast edhe punëdhënësi, pavarësisht nëse ky punëdhënës është publik apo është privat, është gjithmonë kontribues. Ndaj, në këtë çështje për sa i përket kësaj skeme të re, jemi ende në hapat e parë, pasi diskutojmë vetëm i bazën e deklaratave që janë bërë. Të nderuar miq, ky ishte episodi që unë kisha përgatitur për sot. Identifikuam 3 nga problemet kryesore që ka sot skema e pensioneve, ofruam disa zgjidhje se si mund të jenë zgjidhje për problemet aktuale. Diskutuam për problemin që është aktual, që është mosnjohja e periudhës së kujdestarisë si periudhë sigurimi, që do thotë cënohet drejt për drejt, jo vetëm pensioni, por edhe vlera e tij për të gjitha qytetarët që janë sot apo do jenë nesër si kujdestar të një
me statusin e kujdestarit në një familjarit të tyre. Diskutuam dhe analizuam problemin që kanë sot pensionistët që janë pjesë e tregut punës, të cilët bijojnë të derdhin kontribute, por nuk janë përfitues të këtyre kontribute, kur ndërkohë duhet të ndodhi e kundërta, që të gjitha kontributet e derdhura duhet të çojnë në një llogaritë të pensionit të tyre dhe e gjithë periudha e sigurimit, e gjithë periudha e kontributive e tyre, edhe pse janë pension, duhet të njihet si periudhë sigurimi. Dhe nga ana tjetër, diskutuam në këtë rast atë deklaratë të kryeministit që lidhet me mbështetjen e punonjësve kur ata zgjedhin të kontribuojnë më tepër dhe që qeveria duhet planifikon ose mendon të kontribuojë me të njëjtën vlerë. Në tilla raste, ajo çka është themeltare është që mos të ketë diferencim dhe dallim mes kategorive të punonjësit ose janë sektor publik ose sektor privat ose në këtë rast, sepse duhet të ketë një trajtim të barabartë. Dhe nëse shteti do të ndërhyjë për të mbështetur punonjësin si punëdhënës, dhe duhet që të njëjtën detyrim në këtë rast siç e ka shteti ose siç mund ta ketë shteti, do të duhet ta ketë në këtë rast edhe sektori privat. Të nderuar miq, unë ju falenderoj që ishit deri në fund të këtij episodi. Ju falenderoj që na keni ndjekur dhe na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme. Ju falenderoj për komentet, për pyetjet tuaja, njëkohësisht për ndarjen e situatave tuaja dhe njëkohësisht ju falenderoj që na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme. Deri në takimin e radhës, unë ju përshëndes dhe mirë takofshim.